Allahu shprehet që për njerëzit të cilët janë bindur Allahut, ata të cilët janë në kategorinë e besimtarëve, ka argumente ku o fil ardi, në tokë, në sipërfaqen e tokës, ka argumente për të njerëz. Po tjetër, wa fi anfusihim, tek vetët e tyre, shiko tek vetë njeriu ka argumente. E ku tjetër, wa fi samai, e në qiej ka argumente, ka ajete. Por si ka në Kur'anin famlar, por si ka në hadithin e profetit alayhi salatu wassalam, ka në tokë, ka në qiej, ka edhe tek vetë njeriu. Të tri këta element, çfarë përbëjnë në një fjalë, përbëjnë tërë ekzistencën. Përbëjnë atë që njeriu sheh me sy. Përbëjnë atë që njeriu arrin që ta vëzhgojë, arrin që ta dallojë me shqisat e tij. Ta shoh, ta dëgjojë, ta prek, ta ndjejë njeriu.